qytetarit dhe biznesmenit të këtij vendi, zotit Shkëlzen Abdullah Berisha, pasi ju dhe mediat rreth jush e sulmuan në mënyrën më të ulët dhe amorale për biznesin e tij të ndershëm. Kjo për fajin e vetëm se i ati, zoti Abdullah Berisha, i kishte vënë emrin Shkëlzen, e cili siç del edhe në dokumentimet e datëlindjeve, vetëm 20 vite më vonë do të merrte emrin djali i kryeministrit Sali Berisha. Partia Demokratike i drejtohet sot të gjithë qytetarëve të këtij vendi. Të mendoni vetëm për një moment për moralin dhe ligësinë shpirtërore të kreut të bllokmenëve të ri, i cili gjatë muajit të mjaltit nga hotelet luksoze të Parisit sulmon në mënyrën më të ashpër dhe amorale biznesmenin shqiptar për tenderat e fituara vetëm sepse mbante emrin e djalit të kryeministrit të Shqipërisë.